Përshëndetje nga unë Ujeza Doshlani, bashkë të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Partia Demokratike ka bojkotuar sërish Komisionin e Reformës Territoriale. Partia Socialiste merr drejtimin dhe shumicën e anëtarëve votimin nesër në seancë plenare. Kryeministri Edi Rama kundërshton kërkesën e gjyqtarëve për rritje pagash deri në mbi 2.000 euro. Kreu i qeverisë thos se gjyqtarët po i imponohen parlamentit me kërkesa absurde. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia, i braktis seancën paraprake, kërkon përjashtimin e gjyqtares nga çështja pasi pretendon se po i mohon ati të drejtën e mbrojtjes efektive. Plagoset me armëzjarri një 30 vjeçar në Lezhë, autori i ngjarjes ende nuk është identifikuar. Interi ka nisur shkëputje në krye të klasifikimit në kampionatin italian. Këtë të diel Zikaltrit mposhtën Cremoneze në rezultatin 0-2. Ndërkohë për lajme të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play, si dhe na ndiqni në kanalet tona Instagram, Facebook, YouTube dhe TikTok.